Punimet artizanale, jo vetëm pasion për profesionistë të moshave në Vlorë. 36 vjeçari Besmir Aliu nga Vlora është i riu që edhe pse ndër të paktët moshatar të tij ka trashëguar dhe çuar përpara zanatin e atit të tij. 36 vjeçari Aliu merret me punime artizanale në lëkurë, duke krijuar këpucë, ripa, çanta si dhe produkte të personalizuara sipas dëshirës së klientëve. Përveç prodhimeve të reja i ofron dhe riparime të ndryshme në materiale lëkure, gjithmonë me përkushtim dhe profesionalizëm. Besmiri rëfen se dashuria për këtë profesion e ka rrëmbyer që në moshë të vogël. Ishte vetëm 12-13 vjeç, nxënës në klasën e 7, kur realizoi punimin e tij të parë. Sot, pas shumë vitesh përvojë, ai e njeh në detaje çdo lloj materiali dhe di të dallojë menjëherë lëkurën origjinale nga imitimet. Këtij profesioni i kushton pjesën më të madhe të ditës, sepse, siç shprehet vet ai, ky është një profesion që ai e dashuron plotësisht. Puna ime është tek të gjithë fusha e këpucëve ose e quajtur bota e këpucëve. Unë përfshihem në të gjitha punimet e lëkurës kryesisht. Domethënë, kur flas për lëkurën, flas edhe për të gjitha llojet e aksesorëve. Aksesorët nga mënyrat më të ndryshme, si çantat, portofolat, rripat e mezit, rripat e orave e tjera, domethënë, edhe shërbime, edhe riparime dhe prodhime dore, domethënë punë artizanale që mund ta quajmë ne. Mosha ime është 36 vjeç dhe fillimet e mia të kësaj pune vinë genetike, sepse puna ime është e mësuar nga babai im, domethënë, që për të cilin domethënë gjithë pjesën e punës unë ja kam ofruar zanatit, por pjesa më e madhe është falënderimi atij, sepse është ai që pa jam unë dhe unë jam gati i rritur në këtë punë, por në klasën e 7 e kam nisur, domethënë, duke krijuar disa gjëra të mia. Kjo është shumë e vështirë, sepse po ti shikosh brezat e rinj, nuk është sepse e dashurojnë një punë, sepse një punë duhet ta dashurosh mbi të gjitha dhe pastaj të thuash, por pjesa dërmuese e rinis sot më tepër janë të dashuruar mbas lekëve. Domethënë, duke parë ta fitojnë pamund. Po, duke fituar në një mënyrë më të lehtë, por një zanat, një profesion, unë doja të thoja që do të mbaj dhe do të japi një emër me breza. Puna ime fillon në orën 8 mëngjesit, një orar deri në orën 14 dhe pastaj rikthehem prapë në punë nga ora 16 deri në orën 21. Besmiri na tregon dhe një moment të punës së tij, që sipas tij është rëndësia që ka klienti. Nëse ata janë të kënaqur një herë, atëherë unë ndihem i plotësuar dhe më shumë, thotë Besmiri, ndërsa ka dhe një thirrje për të rinjt, që t'i kthehen profesionit. Unë jam i kënaqur mbi veten time, njëherë sepse ndihem i plotësuar mbi punën që bëj, por ndjej dhe një kënaqësi mbi të gjitha kur klienti më falenderon për atë çka bën, dhe nëse një klient është i kënaqur një herë, unë jam i kënaqur 1000 herë, sepse kënaqësia më e madhe imja është te klienti. Kur ai kënaqet, unë kënaqem më shumë. Nga ana ime profesionale është shumë e lehtë. Është shumë e lehtë për ta dalluar që nëse është imitim apo është diçka e vërtet natyrale, sepse puna ime, domethënë edhe eksperienca më ka bërë që gjërat t'i dalloj edhe me sy edhe me t'i prekur. Domethënë, një herë mjafton që ta prek diçka dhe do të them që pjesa dërmuese e njerëzve vinë për riparimet e këpucëve, por kohët e fundit është futur, domethënë, shumë pjesa e prodhimeve, kur ka shumë njerëz që nuk është se preferojnë markat, por preferojnë diçka artizanale të punuar enkas për atë. Domethënë, si quhet në botën moderne limited edition, domethënë që diçka që prodhohet për ju dhe nuk është se prodhohet për dikë tjetër, ose e personalizuar, më mirë t'ja themi shqip. Për mua do ishte shumë gjë e mirë, sepse zanati ka qenë, është thënë, dhe do të thuhet që asnjëherë nuk të lë. Profesionet sot janë padyshim një mundësi shumë e mirë. Për të rinjt më pak, por Besmiri është pikërisht ai që tregon se çfarë mundësish mund të jap një zanat, që mbi të gjitha duhet ta duash dhe t'i përkushtohesh.